Çfarë mesazhi keni për ata që nuk e përkrajnë këtë protestë? Marrë për ta. S'ka protestë që kanë ndodhur që nuk o marrë pjesë, do të marrë pjesë derisa të kthehen në Kosovë. Është obligim i çdo njonit që nin veten shqiptar me ju dal krah, është një përkrahje simbolike. Megjithatë, shpresoj që faktorët relevantë që kanë për detyrë me pa këtë pjesëmarrje masive do të ndikohen, do të marrin masat që kthehen ata në Kosovë. Kjo është një mesazh gjithkombëtar për krahjet e liderëve turqëkës që kemi konsideruar që gjykohen padrejtësisht. Por me qenë se edhe këto deklaratat e fundit zyrtarëve amerikanë e vërtetun një farë forme luftën tonë të drejtë dhe pavajsinë e tyre, tashmë presim kthimin e tyre sa më shpejt në Kosovë, sepse është një gjykim maratonik i stërgjatur, ka marrë mbi 5 vite, edhe nuk e di se deri kur më. Do të falenderoj shumë shqiptarët e Maqedonisë, edhe me liderin Ali Ahmeti për këtë pritje madhështore që për cilin një porosi për bashkësinë ndërkombëtare që drejtësia ose ndëshkimi i tyre është një padrejtësi ndaj kombit tonë. S'ka protestë që kanë ndodhur që nuk o marrë pjesë, do të marrë pjesë derisa të kthehen në Kosovë. Është obligim i çdo njonit që nin veten shqiptar me ju dal krah, është një përkrahje simbolike. Megjithatë, shpresoj që faktorët relevantë që kanë për detyrë me pa këtë pjesëmarrje masive do të ndikohen, do të marrin masat që kthehen ata në Kosovë. Faleminderit shumë për juve dhe ja. Çfarë mesazhi keni për ata që nuk e përkrajnë këtë protestë? Marrë për ta. Moj Shqipëni të qofsha fale, o ma ka jek zemre një maha. Luturin nga Shqipënia.